e po më zuri belaja, edhe nuk po e kuptoj dhe nuk e di se në që mënyrë mund ta zgjidhim këtë situatë. Unë kam një jetë të tërë, po kur them një jetë të tërë, është fiks kështu si e them. Kam një jetë të tërë që e gjithë elita e Partisë Demokratike, të gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike, ore më urrejnë, s'më duan, më mohojnë, më pengojnë, më shajnë, më nënçmojnë. Madje bëjnë gjithë sa mundën dhe gjithë sa është në fuqitë e tyre që të rrënojnë dhe shkatrojnë çdo gjë që unë arri ta ndërtoj me mundin, me djersën dhe me fëmijat. U bë një jetë e tërë që elitat e Partisë Demokratike u kanë mbushur mendjen një pjesë të madhe të militantëve të Partisë Demokratike se Arjan Galdini është klyshi i Sorosit, është klyshi i Edi Ramës, i shërben Edi Ramës, është i shitur tek Edi Rama, është i shitur tek Balluku, është i shitur tek Veliaj, është i shitur tek Sorosi, është soroist i fllihur, është patronazhist i fllihur, është mashtrues, delirant, njeri kot, njeri pa vlerë, njeri që brëshkollit kot skoti e pafund të tilla gjëra. U bë një jetë e tërë që kudo ku shkoj gjej militant Partisë Demokratike në çdo cep të Shqipërisë, të cilët çuditërisht e kanë krijuar këtë bindje dhe e kanë pranuar këtë porosi apo ndjesi apo vi partie. Se Arjan Galdini pas ka tradhtuar, se Arjan Galdini që nga i pabes, se Arjan Galdini është mosmirënjohës. Ndërkohë që Arjan Galdini në 36 vite, as në pushtetet e PD-s dhe as në pushtetet e PS-s dhe as të PLS-s, në 36 vite, ndoshta është nga të paktit në mos i vetmi njeri në Republikën e Shqipërisë që nuk ka punuar asnjë ditë në shtetin shqiptar, në administratën publike shqiptare, as tundës dere, as në nivel lokal, as në nivel qendror, as në institucione kushtetuese, kurkund. As një ditë pune në shtetin shqiptar, as një ditë pune nga partitë politike shqiptare, as një ditë pune pjesë e administratave, pushteteve apo e bonuseve të partive politike shqiptare. Dhe as një qindark i buxhetit shtetit shqiptar në 36 vite nuk ka hyrë në xhepat e Arjan Galdinit. Dhe nuk e di se si mundet të jetë mosmirënjohës, i pabes, tradhtar, një njeri që kurrë nuk ka patur as vendin e punës së tundësit të derës në Partinë Demokratike. Megjithatë, shkojmë pak më tutje. I lodhur dhe i raskapitur nga katraura e sulmeve virtuale, nga milicit virtuale të vrerit, profile falso, call centera, njerëz real, militant, njerëz të vetë deklaruar spaku si militant Partisë Demokratike, nuk lanë rrjet social të Arjan Galdinit dhe të LRE Rinisja, Facebook, TikTok, YouTube, e gjithë farsoj rrjeti social, pa u turrur me qindra komente çdo ditë ku më shanin me fjalorin më të çmendur dhe më të lajthitur dhe më të ndyt dhe më vulgar dhe më banal që kanë gjirizet e këtij rruzulli toksor, më psikotik, më idiotesk, më marrok, duke shar pra me fjalor pornografiko kamasutrist çdo por të trupit tim, çdo antar të familjes time, çdo person të fisit dhe farefisit tim, të gjallë dhe të vdekur, të lindur dhe të palindur, çdo njeri që ka qenë në listën e dasmës time, pragun e shtëpisë time, eshtrat e të vdekurve të mi,
pra nuk kanë lënë njeri pa sharë, pa mankuar, e pa ndyrë me fjalorin më të fliqët që ju mund të çoni në përmend në ditët më të ligshta të jetës tuaj. Dhe pra i lodhe raskapitur nga kjo luftë speciale, luftë hibride, virtuale që nisi të shtohej dhe të bëhej edhe më ndytë, edhe më agresive në rrjetet e mia sociale, atëherë unë detyrova prej 4 ditësh që të bëj disa video mesazhe, por edhe tekste të shkruara në Facebook, ku u përpoqja ta adresoj problemin nga ushtrit e milicive virtuale të vrerit, që janë njerëz të panjohur, edhe nëse janë real, por me siguri pjesa më e madhe janë profile falso, janë milici virtuale vreri, pra janë njerëz të cilët nuk kanë absolutisht asnjë lloj arsye dhe lidhje me mua, por që kanë ndjerë thirrjen e brendshme ose porosin, këtë nuk e di, këtë do ta përcaktoj dikush, që të rreshtohen në luftë kundër Galdinit plot vrerë, balë dhe shpifje. Dhe për ta hequr luftën prej këtyre ushtrive me cilat nuk merrem dot, se nuk i sqaroj dot të gjitha, unë ju drejtova me video mesazhe drejtues të Partisë Demokratike, pra Flamur Nokës, Sali Berishës, Belind Këlliçit, sepse të tjerët nuk i njoh, pra nuk i di emrat e të tjerëve, por të gjithë drejtuesve të Partisë Demokratike, të rinj, të sapo votuar, pra të gjithë kryesisë të Partisë Demokratike, u kërkova që, ore ju lutem, më nxirrni faktet dhe provat që ju keni dhe me cilat ju keni mbushur mendjen të gjithë militantëve tuaj, apo të gjithë call centrave tuaj, apo kujdo tjetër që qëndron në rrethinat tuaja apo në korridoret tuaja, se si unë i shërbej Edi Ramës, pra më nxirrni faktet, provat, gjurmët, dokumentet, tenderat, pagesat, listë pagesat, bonuset, pronat, kadastrën, më nxirrni që ta di dhe unë të paktën se cila është mënyra se si unë i shërbej Edi Ramës, Sorosit, Ballukut, Veliajt dhe Anunakve. Se asnjëherë nuk kam kuptuar se si mundet një njeri kot, bosh, delirant, i pavlerë, të shërbej naltgjatësive dhe personave kaq madhështor sa që janë politikanët e vendit tonë, nga Edi Rama tek Sali Berisha. Nuk e kam kuptuar kurrë se si mundet ata ta ulin veten kaq poshtë dhe të kërkojnë apo të synojnë apo të përpiqen që të kenë shërbimet e njeriu kaq të pavlerë sa unë. Çdo ditë kam bërë 3 deri në 4 mesazhe, video mesazhe dhe tekste shkruara në rrjetet e mia, të cilat i shihni, i dëgjoni, i lexoni, po doni, i keni aty njëra mbas tjetrës. Çdo ditë 3 apo 4 video mesazhe ku kam publikuar edhe numrin tim personal të telefonit dhe u kam kërkuar Sali Berishës, Belind Këlliçit, Flamur Nokës që ore mos sqaroni dhe më jepni provat, më jepni faktet, në ç'mënyrë i shërbej unë Sorosit dhe Edi Ramës, në ç'mënyrë më shpërblen, më paguan, më mban mua me bukë apo më ka bler shpirtin Edi Rama apo George Sorosi apo Belinda Balluku apo Erion Veliaj. Por duke qenë se ata janë shumë të mëdhenj, shumë gjigant dhe të paarritshëm, sigurisht që atyre as që u ndjeu fare që të begenisnin, të më merrnin mua në telefon. Atë çfarë bëra unë dje? Bëra atë që ditë bëj unë, në natyrën time dhe në karakterin tim. Pra vjen një moment kur ti u ke dalë borxhi të tjerëve dhe atëherë ngre telefonin dhe i bie telefonin dhe i thua: Zotrinj, jam Arjan Galdini, tani a mund ma sqaroni pse kjo luftë? Pra kaq ndodhi. Por e kaq ndodhi. Dje unë kam marrë në telefon edhe Flamur Nokën, edhe Sali Berishën dhe kam folur me ta, por kujdes, nuk e kam bërë fshehtazi,
nuk e kam bërë fshehtazi, nuk e kam bërë privatisht, nuk e kam bërë në mënyrë sekrete. E kam bërë dje në sytë e asaj audience që më ndjek mua live, pra drejt për drejt, me dëshmitar audiencën e njerëzve që ndjekin komunikimet e mia live çdo mbrëmje. Kam marrë telefonin, i kam rënë telefonit, është gjithçka live, ata kanë hapur telefonin dhe unë kaq kam biseduar. Ore, pse kjo luftë, pse ky sulm, pse kjo balë dhe pse ky vrerë kundër meje? Çfarë borxhi ju kam? Tani, ata e hapën telefonin, të dy, edhe Flamur Noka, edhe Sali Berisha, dhe të dy deklaruan se ata nuk e aprovojnë, madje e dënojnë këtë luftë vreri, Balde dhe Helmi kundër Arjan Galdinit. Biseda është e gjitha live, është transparente, kushdo mund ta shoh live-in e djeshëm me Arjan Galdinin në mbrëmje. Unë kam qenë në bashkëbisedim me sekretarin e përgjithshëm të LRS, Jani Nano, e keni aty. Pra është live në rrjetet e mia sociale. E gjeni në YouTube, e gjeni në Facebook. E keni shumë kollaj, hyni në Facebook, kërkoni Arjan Galdini dhe e gjeni aty. Dhe mblidheni mendjen. Por biseda kaq kishte. Pra, unë kisha kërkuar që ata të më merrin në telefon, ata s'më morën, unë i telefonova. Dhe u kërkova të më sqaronin. Tani e vërteta është kjo. Në komunikim spaku, drejt për drejt, që është dhe live, ata u treguan shumë korrekt. Dhe përderisa ata e thanë me zë, qartëzi, se ata nuk e aprovojnë këtë luftë vreri, atëherë mua s'përmbetet përveç se të bëj detyrën time qytetare, dhe të them faleminderit për korrektesën, faleminderit që u deklaruat zyrtarisht se Sali Berisha, Flamur Noka dhe Partia Demokratike nuk e kanë luftën me Arjan Galdinin, se ai ishte qendrim zyrtar, madje Sali Berisha ka thënë qartësisht që ky është dhe qendrim zyrtar. E përrjedhoj, unë mbrëm shkruaj dhe një tekst, besoj shumë korrekt dhe shumë të qartë, të shkurtër, dhe bëra një video mesazh tjetër prap shumë korrekt dhe shumë të qartë, ku u bëra me dije njerëzve se fola me ta, u sqarova dhe unë dhe ata nuk kemi më probleme. Tani shoh sot, vjen e nesërmja dhe si thonë në Shqipëri dhe vjen një ditë, dhe vjen një ditë në Shqipëri. Vjen e nesërmja dhe e gjej çdo rrjet social, sidomos Facebookun, po çdo rrjet social, me komente nga njerëz që si kanë parë kur që qengër kanë të zhgënjur, që unë hodha në prerin e Saliut, që unë bëra servil, klysh, lëpirës i Saliut dhe i Nokës, që unë bëra shërbëtori tyre, që unë e çorra më në fund maskën dhe e tregova të vërtetën se unë i shërbekam Sali Berishës dhe Flamur Nokës. Ore njerëz, a jeni të rezi se unë nuk i jap do të dum kësaj pune. Tani jetën time e vuaj unë, dhimbjet e mia i vuaj unë. Baldën dhe lemerin e tyre e vuaj unë. Dhe ju dashkeni që edhe luftën, edhe faljen, edhe paqen ta bëni mbi dhimbjen time, se nuk e kuptoj. Pra ju doni që unë t'jem aty vetëm si një ornament virtual që duhet vetëm të kënaqi shijet dhe dëshirat tuaja. Por unë nuk kam deklaruar dhe nuk kam ndërmend të deklaroj dhe nuk e deklaroj as se u bëra shok me Sali Berishën, as se u bëra me Sali Berishën, as se u bëra shok me Flamur Nokën dhe as se u bëra me Flamur Nokën.
nuk e keni deklaruar dhe s'keni për ta parë të deklaruar kurkun, asnjëherë sa t'jem unë gjallë. Unë nuk deklarova që unë ndryshova mendim për Sali Berishën apo për Flamur, dhe nuk keni për ta dëgjuar ndonjëherë të deklaruar se unë ndryshova mendim. Nuk kam deklaruar se unë ndryshova qëndrim si Arjan Galdini dhe si LRE, dhe nuk keni për ta dëgjuar këtë gjë. As thash që u bëm shok, as thash që u bëm koleg, as thash që ata u bën burrat mirë, dhe unë pas kësha qenë një verbër që nuk e kisha parë se sa burrat mirë janë ata. Pra unë nuk e di pse ka shumë shmenduri nga krau tjetër, vetëm se unë thash që atë që kërkova ta sqaroja e sqarova dhe kaq more. Ora sqarova një çështje për cilën 4 ditë rresht kisha publikuar nga 4 tekste dhe nga 4 video mesazhe. Kaq more, kuptoni që çdo çështje hapet dhe mbyllet si çështje. Doni të flisni për Arjan Galdinin, doni të diskutojmë për Arjan Galdinin, për bindjet, për qëndrimet e Arjan Galdinit. Po hajdeni pra më takoni, flisni me mua. Po mos qëndroni spektator dhe gjykatës nga larg dhe mos u përpiqni që ta respektoni dikë nga njoja e përcip, se siç e respektoni dhe e nderoni dikë nga njoja e përcip dhe sipas imagjinatës tuaj, pra si do donit ju të jetë tjetri, pra si do donit ju të jem unë, ashtu edhe zhgënjeni po nga njoja e përcip, sepse gjërat ju duken ashtu si ju i mendoni se duken. Unë nuk jam bërë as me Sali Berishën dhe as me Edi Ramën dhe nuk do bëhem kur as me Sali Berishën dhe as me Edi Ramën. Unë në jetën time kam qenë për herë, nga hera dhe i vendosur Arjan Galdini, me Arjan Galdinin dhe me LRE-n. Jam Arjan Galdini, me Arjan Galdinin dhe me LRE-n, dhe do jem Arjan Galdini, me Arjan Galdinin dhe me LRE-n. Besnik dhe qëndrestar i ideve të mia, nuk jam në shitje, s'kam qenë kur në shitje, nuk do jem kur në shitje. Nuk kam nevojë për lejen e kurkujt, as për aprovimin e kurkujt, as të Ramës, as Berishës, as Flamur. Ama unë abitem pse ju që kërkoni njerëz me karakter dhe guximtar, habiteni kur Arjan Galdini dëshmon atë që është, pra një njeri me karakter dhe guximtar. Pra unë i rash telefonit. U bëra telefon atyre njerëzve që unë mendoj se më kanë deklaruar armik. Po këtë duhet bëjnë më gjithë shqiptarët. Nëse mendoni se dikush ju shkel në kallo, ju hyn në hak, ju bën pa drejtësi, bjeni mër telefonit e përballini. Nuk bëhen shërbëtor dhe servili askujt nëse i bie telefonit dhe përballesh. Nuk u bëra unë shërbëtori as Lëpirësit, as servili, as i Flamurnokës dhe as i Sali Berishës pse i rash telefonit dhe u përballa. Dhe po e mbyll duke thënë, nëse ju keni një problem me mua, mendoni që unë kam devijuar, që unë kam lëvizur, që unë kam ndryshuar, që unë kam dredhur fjalët, po bjeri në mërë telefonit, se e kam bërë publik telefonin çdo ditë, dhe flisni me mua. Bjeri telefonit, mos i mbush një rrjetet mia sociale me vrerë dhe me helm. Bjeri telefonit. Arjan Galdini e ka bërë publik numrin e tij telefonit. 068 40 60 131. Bjeri mërë telefonit. Përballuni me njerëzit. Mos i gjykoni njerëzit. Mos i nëmni dhe mos i mallkoni njerëzit nga njoja e përcipt si do donit ju të ishin njerëzit. Bjeri në telefonave. Sqarohuni me njerëzit. Mësojeni këtë kulturë. Bota bëhet më e bukur, më e drejtë kur njerëzit përballen dhe njihen duke u pa në sy e duke folë me njëri tjetrin me zë e figurë. Kaq. Nuk ka absolutisht asnjë lëvizje ndryshe. Arjan Galdini
është ai që ishte dhe dje dhe pardje, se unë as e te kaloj dhe as e anashkaloj, as vuajtjen time, as dhimbjen time, as lëndimet, por më kryesorja, parimet e mia, qëndrimet e mia dhe besimi im janë të shenjta dhe unë dhe parimet e mia nuk jemi në shitje. Shumë faleminderit.